Shqipëria, shkurt 1953. Një vend i mbyllur, i shtypur në ngrushtin e hekur të diktaturës së proletariatit. Kufit, të cilët ndanin këtë tokë të izoluar nga bota, nuk ishin thjesht vija hartash, ato ishin zona vdekjeje. Kush guxonte të ndërronte lirin, shpesh e gjente vdekjen nga breshëria e plumbave, ose përfundonte në tmerrin e burgjeve. Ta radiseshe, të kërkoje një jetë tjetër, nuk ishte thjesht një udhëtim, ishte një akt i vetvrasjes së planifikuar. Në këtë klimë frike, jetonin dy vëllezër nga Durrësi, Thanasi dhe Kristaq Nikolla. Thanasi, vëllai më i madh, ishte një inxhinier dhe mekanik i talentuar. Ai njihte çdo vit, çdo motor, çdo gjëmim të detit Adriatik, dhe pikërisht aty, në punën e tij, lindi dëshpërimi që u kthye në një plan brillant. Thanasi punonte në bordin e motobarkës Dinamo, një anije vogël mallrash që shërbente në vijën bregdetare kryesisht duke transportuar ushqime mes Vlorës dhe Sarandës. Çdo udhëtim, Thanasi e kalonte duke parë përtej detit, aty ku horizonti priste Greqinë, vetëm pak milje larg. Për familjen Nikolla, jeta nën komunizëm ishte bërë e padurueshme. Ata ndjenin frymën e sigurimit mbi supe dhe dëshira për të jetuar si qenie njerëzore të lira ishte më e madhe se frika nga vdekja. Në fshehtësi të thellë, Thanasi ndau planin e tij vetëm me vëllain më të vogël, Kristaqin. Plani ishte i thjeshtë në guximin e tij, të rrëmbenin Dinamon gjatë natës dhe të zhdukeshin. Ishte një natë shkurti, ndërsa Dinamo priste e ngarkuar në Vlorë, ata vendosën se ora kishte ardhur. Për një arratisje detare, pengesa kryesore nuk ishte vetëm sigurimi në tokë, por ekuipazhi besnik i partisë që ndodhej në bord. Këtu fillon misteri i vërtet, çelësi i suksesit të tyre. Si mund të kontrollonin dy vëllezërit një motobark të tërë dhe njerëzit e saj pa shkaktuar një betejë në det? Sipas dokumenteve të kohës, Thanasi dhe Kristaqi u ngjitën në bordin e Dinamos në orët e vona. Aty prisnin kapiteni dhe pjesa tjetër e ekuipazhit, të gjithë punëtorë të devotshëm të regjimit, të cilët as dyshonin për planin djallësor që po realizohej poshtë kuvertës. Për të shmangur çdo gjurmë, çdo alarm, Thanasit i duhej të siguronte që ekuipazhi të mos reagonte. Arratisja e tyre u bë legjend jo vetëm për guximin, por për metodën e përdorur, që shtoi elementin e misterit kriminalistik. Spekulohet dhe dokumentimet e hetimit e sugjerojnë fort se Thanasi, duke pasur qasje në ushqimin e ekuipazhit, përdori një substancë qetësuese të fuqishme për të vënë në gjumë apo pandjenja pjesën tjetër të ekuipazhit, ndërsa ekuipazhi flinte thellë ose ishte në gjendje të paaftë, Thanasi dhe Kristaqi morën kontrollin. Një motor i tillë kërkonte aftësi dhe përvojë, të cilat Thanasi zotëronte plotësisht. Në errësirën e shkurtit, Dinamo lëshoi thellësinë dhe u largua nga porti i Vlorës. Atyre u duhej të lundronin me kujdes të jashtëzakonshëm për të shmangur patrullat e rojeve kufitare, të cilat ishin të njohura se qëllonin pa paralajmërim. Çdo dritë, çdo zhurmë mund të ishte fatale. Arratisja nuk ishte vetëm lundrim, ishte një garë kundër kohës, sa du të zgjaste efekti i qetësuesit të ekuipazhi. Kur do të zbulonte sigurimi i zhdukjen e anijes, vëllezërit, me zemrën që u rritte fort, drejtuan kursin drejt perëndimit. Qëllimi ishte Korfuzi, porti më i afërt neutral, vetëm një shkrepje larg,
por që në atë kohë përfaqësonte një botë të tërë tjetër. Në agim, alarmi ra në Vlorë. Motobarka Dinamo, një pronë shtetërore dhe një simbol i rëndësishëm i ekonomisë së kohës, ishte zhdukur. Kjo nuk ishte një arratisje një individi, por rrëmbimi një mjeti detar, një akt i paprecedenti konsideruar si tradhti e lartë. Aparati shtetëror i drejtuar nga sigurimi i shtetit filloi një hetim masiv. Pyetjet ishin të shpejta dhe të ashpra. Kush e ndihmoi Thanasin? Ku e gjeti substancën qetësuese? Pse ekuipazhi me burra besnik të partisë nuk rezistuan? Shpesh u zbulua se ekuipazhi ishte gjendur në gjendje të pavetëdijshme. Kjo konfirmoi hipotezën e përdorimit të një mjeti kimik. Për ekuipazhin që mbeti pas, fatkeqësia ishte e dyfisht. Ata kishin humbur lirinë e tyre, por mbi ta tani rëndonte dyshimi i bashkëpunimit. Për sigurimin, kjo ishte një goditje serioze e imazhit. Ata urdhëruan masa drastike. Ekuipazhi dhe familjet e tyre u vunën në hetim të thelluar, duke përfshirë dënimin e tyre. Familja e Nikolajve, ata që mbetën në Shqipëri, u shpallën armiqt të popullit dhe ndaj tyre u ushtrua persekutimi i egër. Ndërkohë, në Greqi Thanase dhe Kristaq Nikola kishin arritur në Korfuz. Ata kishin fituar lirinë e tyre, por me një kosto të rëndë, lënien pas të familjes dhe një jetë në mërgim. Motobarka Dinamo u kthye shpejt në Shqipëri, por ajo mbante mbi vete jo ushqime, por barë në një turpi të madh për sigurimin e shtetit dhe ishte dëshmi se, me guxim dhe me mend, muri i hekur të mund të thyhej. Sot, historia e arratisjes së Dinamos është një dëshmi e asaj çfarë njerëzit ishin të gatshëm të bënin për lirinë. Ajo nuk është vetëm një histori arratisjeje, por një rast studimor i zotërimit të situatës dhe inteligjencës së ftohtë në presionin ekstrem. Kjo ngjarje thekson një fakt të rëndësishëm. Ndërsa regjimi ndërtonte mure dhe vendoste roje, ishin njerëzit e thjeshtë, me zgjuarsinë e tyre, ata që gjenin pikën më të dobët të sistemit. Për të gjithë ata që tentuan të iknin dhe dështuan, historia e Thanase dhe Kristaq Nikolës ishte një frymëzim i fshehtë. Ajo provoi se ishte e mundur. Për sigurimin, ajo u kthye në një makt. Si mund të kontrollojë një inxhinier që njihte mekanizmat më të mirë se vetë partia? Arratisja e motobarkës Dinamo mbeti një kapitull i rëndësishëm në historinë e krimit dhe të misterit shqiptar. Një akt i guximshëm, i cili u krye pas një shkëmbim zjarri, pas një vrasje, thjesht duke përdorur dijen dhe një dozë të panjohur. Në fund të fundit, vëllezërit Nikola nuk vodhën miell apo naftë. Ata vodhën lirinë e tyre. Dhe kjo ishte grabitja më e madhe e viteve 50.